Gypsy is an American fashion blogger, curvy model, content creator, brand influencer, Instagram celebrity, and social media personality. Gypsy was born on March 27, 1991. Her astrological sign is Aries. Gypsy was born and raised in Spain, and now she lives in the United States. The curvaceous beauty studied philosophy at a Spanish university. She has traveled the world and lived in several countries of Europe. Then she traveled to Canada and finally made her way to the United States, where she currently resides. Gypsy has dual citizenship, Spanish and American. As soon as Gypsy arrived in the United States, she discovered that curvy women were trendy, and she quickly gained more than 1 million of followers on her first Instagram account in just 8 months. Then she decided to use that account as business and created a new Gypsy Instagram account where she shares fashion tips and clothing ideas with her fans. The gorgeous Latina has a noble heart. She's lovely and compassionate. She's always ready to help whoever needs it. She is one of the purest, most real, sincere, and loyal people you will ever find in the world. Gypsy stands 5 feet 7 inches tall, or 170 centimeters. Her weight 127 pound or 58 kilogram. Body measurement 40, 29 and 47 inches. Body type hourglass and very voluptuous. She has a beautiful brown hair and green eyes color. Marital status: she's currently single. Thanks for watching. Hope you enjoyed this video. See you on next video. Era e lagësht e një qyteti portual të vjetër në jug të Italisë i përshkonte rrugët e ngushta me mure me lagështi të përjetshme. I gjithë vendi dukej sikur mbahej gjallë vetëm nga krypësia e detit, tymi i motorëve të vjetër dhe zërat e njerëzve që kishin mësuar të jetonin me sekretet e tyre. Ishte fundi i viteve 70, koha kur qyteti lëvizte ngadalë, por krimi jo. Ai shumë më shpejt se policia, shumë më thellë se ligji dhe shumë më saktë se njerëzit që përpiqeshin ta ndalonin. Në këtë qytet gjithçka dukej normale për ditë, derisa nuk ishte më. Në qendër të qytetit ndodhej restoranti i vjetër La Pergola Blu, një lokal që dukej i pafajshëm nga jashtë. Por brenda ruante më shumë histori se sa një bibliotekë e tërë. Shumë prej tyre ishin të heshtura, të pathëna, të shkruara në përshpërimat e njerëzve që rrinin pranë dritareve me perdhet e rënda blu dhe nuk donin të vijeshin re. Ky lokal ishte vend takimi i shumë njerëzve me pushtet, por edhe i atyre që donin të mos shijeshin. Ndërkohë që qyteti flinte, aty brenda flinte vetëm drita, por kurrë i askujt. Aty punonte Elena, një vajzë 24 vjeçare, e qetë dhe heshtur, me flokë të errëta që i mbante gjithmonë të lidhura pas koke. Ajo dukej si çdo kamarier tjetër që përpiqej ta mbante punën për të paguar qiran, por realisht nuk ishte kështu. Elena kishte një aftësi të çuditshme për të vëzhguar gjithçka, për të mbajtur mend detaje që askush tjetër nuk i shikonte. Në një qit plot rreziqe, kjo ishte një bekim, por edhe një mallkim. Ajo e kishte marrë punën në La Pergola Blu pas zhdukjes së të atit 2 vjet më parë. Policia nuk gjeti asgjë. Dosjet u mbyllën. Askush nuk foli, por Elena e dinte që zhdukja e tij kishte lidhje me njerëzit që uleshin në tavolinën e madhe në fund të lokalit. Tavolina që nuk rezervohej kurrë, por ishte gjithmonë e lirë vetëm për Marco Vendresa, bosin e mafias së qytetit. Njeriu që të gjithë e përshkruan si të pamëshirshëm, të ftohtë, të heshtur dhe që kur e shikonte dikë në sy dukej sikur po i madhte shpirtin. Elena nuk donte kurrë të kishte të bënte me të, por fati e kishte vendosur në të njëjtin ambient me të çdo natë. Vendreska vinte në lokal zakonisht rreth orës 2300, gjithmonë i shoqëruar nga 2 truproja të mëdhenj, të cilët nuk flisnin me askën, madje as me vështrim. Ai ule në të njëjtën tavolinë, porosiste të njëjtën pije, një amarone të fortë dhe priste që dikush t'i bashkojë. Jo gjithmonë vinte dikush. Ndonjëherë ai rrinte vetëm duke shikuar gotën sikur aty brenda fshihej një sekret që vetëm ai mund ta lexonte. Atë natë megjithatë gjithçka ndryshoi dhe Elena e ndjeu këtë që para se ai të hynte. Atmosfera ishte më ndryshe. Një heshtje e rëndë mbizotëronte restorantin sikur diçka e padukshme që ndronte pezull. Diçka që e shqetësonte edhe ajrin. Kur dera u hap dhe Marco hyri, sytë e Elenës u fokusuan te fytyra e tij. Jo nga frika, por nga ajo ndjesia e brendshme që ajo e kishte shpesh kur diçka nuk shkonte me njerëzit. Marco dukej më i ngurtë se zakonisht, me një lloj vrasie në ecje sikur po mbante veten me zor. Edhe truprojat e tij dukeshin më të tensionuar. Ishte e qartë se diçka kishte ndodhur. Elena i afrua tavolinës si gjithmonë me një buzëqeshje të lehtë që aty nuk kthente askush. Mbrëma zoti Vendresa tha me zë të ulët.
A i tundi kokën pa e parë mirë si kur srit kishte diku tjetër. Si gjithmonë tha shkurt. Ajo shkoi drejt banakut dhe nisi ta përgatiste porosin, por duart I dridheshin. Jo nga frika e tij, nga ajo ndjesia që kishte kur hija e rrezikut afrohej shumë pranë njerëzve. Më shumë se zakonisht. Teksa po I çante gotën, ajo vuri re diçka që nuk e kishte parkur më parë. Një zarfe të vogël të bardhë që dilte paksa nga xhepi I brendshëm I palltos së tij. Nuk e dinte pse I ra në sy, por I dukej sikur ajo zarf nuk I përkiste njeriut që kontrollonte gjithçka. Zarfet e bardha janë për njerëzit të zakonshëm. Njerëzit e rrezikshëm nuk përdorin letra. Kur Marko mori gotën, Elena pa një detaj tjetër. Sytë e tij për një moment ishin plot dyshim. Jo dyshimi që ai kishte zakonisht për të tjerët, dyshimi ndaj vetes. Ai nuk fliste shumë atë natë. Her pas here e ngrinte kokën drejt derës, sikur priste ditë që vonohej. Trupërojet shikonin orën e murit. Atmosfera ishte shumë më e rëndë se normalisht. Rreth orës 230, dera u hap me një të shtyrë të fortë dhe hyri një grua rreth të 50 dhave. Fytyra e saj ishte e njohur për Elena, por ajo nuk e kishte lidhur kurrë. Francesca Ventresa, nëna e bosit të mafit. Një grua me pamje të ashpër, e cila ndryshe nga I biri nuk fshite emocionet. Thashethemet në qytet thonin se ajo ishte më e rrezikshme se I biri, sepse askush nuk guxonte t'i thoshte jo. Por ajo që e bëri Elenën të ngrinte kokën nuk ishte hyrja e saj. Ishte mënyra se si ajo e shikoi të birin. Një shikim I gjatë, I fortë, plot heshtje. Një heshtje që nuk ishte as e nënës, as e një mafiozeje. Ishte e një personi që kishte marrë një vendim të pakthyeshëm. Ajo shkoi drejt tavolinës. Trupërojat u larguan. Elena qëndroi pak më larg duke bërë sikur pastronte banakun, por në fakt po dëgjonte çdo tingull, çdo frymëmarrje. Franca u ngadal, si dikush që po mendonte shumë fjalë, por nuk kishte asnjë që mund t'i thoshte. Bën atë që duhej bërë, tha ajo ngadal. Nuk kishte rrugë tjetër. Marko uli gotën, nuk e prisja nga. Nuk pse e merr personale, tha ajo duke notuar midis ftohtësisë dhe një lloj dhimbësurie. Biznesi është biznes. Elena nuk kuptoi menjëherë çfarë nënkuptonte, por një drithërim I kaloi në trup. Ishte e qartë se nuk flisnin për diçka të zakonshme. Nuk ishte fjalë për marrëveshje. Nuk ishte fjalë për armiq. Ishte diçka shumë më e thellë. A ishte e nevojshme? Tha Marko me një zë të butë të pazakon. Po, tha ajo. Ti e di që po. Fjalët e saj ranë sigur në dy sheme. Pas pak minutash ajo u ngrit dhe doli pa thënë asgjë më shumë. Ai nuk e ndoqi me sy, thjesht qëndroi aty I ngrirë, sikur ajo fjalë I kishte ndalur kohën. Elena, pa e kuptuar pse, ndje një impuls të vetvetishëm në trup. Frikë për të. Po për bosin e mafjes, për një njeri që askush nuk do të guxonte të mëshironte. Por ajo e kishte atë ndjesi të çuditshme që I thoshte se ai natë nuk ishte predatorët, por viktim. Pas pak minutash ai kërkoi faturën. Elena e përgatiti. Po atë çast ndërsa I paloste pecetën si përpjatës së faturës, si të saj ranë mbi zarfin e bardhë. Instinktivisht e kuptoi, nuk ishte zarf personal, ishte kërcënim, ishte ultimatum dhe vinte nga dikush shumë më I rrezikshëm se ai. Diçka brenda saj u ndez, një ide e marrë, një ide që nuk duhej ta kishte, por e kishte. Elena mori një fletë të vogël nga xhepi, shkrui me dorë që I dridhej. Nëna jote të ka shitur I tani dhe e futi shënimin mes palës së brendshme të pecetës, aty ku ai do ta shikonte vetëm kur të ishte shumë vonë për të bërë pyetje, por ndoshta jo shumë vonë për të ikur. Ajo I çoi faturën me duart që I dignin nga frika. Marko mori pecetën dhe në atë moment ora e murit ndaloi për Elenën. Aty filloi gjithçka. Elena u kthye drejt banakut pa I hedhur syt mbrapa. Ishte e vetëdijshme se çfarë kishte bërë përbënte një rrezik të jashtëzakonshëm. Ndoshta më të madhin që kishte marrë ndonjëherë në jetën e saj. Ajo ishte bërë pjesë e një loje që nuk I përkiste, një loje ku njerëzit zhdukeshin pa lënë gjurmë vetëm se kishin bërë një hap të gabuar. E megjithatë instinkti I saj kishte vepruar më shpejt se mendja. Nuk kishte pasur koha të mendonte logjikisht. Trupi I saj thjesht kishte reaguar sikur diçka e padukshme I kishte shtyrë duart të shkruanin në atë paralajmërim të shkurtër.
por që mund t'i ndryshonte fatin një njeriu që askush nuk do të mendonte se mund të ndodhej ndonjëherë në rrezik. Kur ai hapi pecetën, Elena e pa nga larg se si gishtat e tij u ndalën në mes të palës. Ishte një ndalim i shkurtër, por i dukshëm. Ai nuk e ngriti kokën. Menjëherë nuk bërtiti, nuk u nervozua. Vetëm ngriu me shënimin e hapo mes gishtave duke lexuar fjalët një nga një, sikur çdo shkronjë të kishte peshë më shumë se plumbi. Ishte e qartë se nuk ishte hera e parë që dikush i kishte vënë një paralajmërim, por ishte hera e parë që ai nuk e kuptonte origjinën e tij. Pas gati 10 sekondash që ju dukën orë, ai ngriti kokën. Sytë e tij nuk ishin të egër, nuk ishin kërcënues, por të mbushur me konfuzion të thellë. Një konfuzion që tek ai dukej më i rrezikshëm se zemërimi. Elena e ndjeu se pulsi i saj u ngrit aq shumë sa mezi e mbante trupin të mos i dridhej. Shikimi i tij kaloi ngadalë nëpër lokal. Si për të dalluar mos dikush po e vrojtonte. Truprojat, të cilët nuk kishin mësuar ta shihnin shefin në një gjendje të tillë, i afruan trupat sikur diçka e padukshme po përgatitej të ndodhte. Ai e palosi shënimin me kujdes dhe e futi në xhep, por sytë e tij nuk u ndan nga Elena. Ishte një shikim që nuk të lejonte të gaboje, një shikim që të tregonte se kishte kuptuar diçka, ndonse ende nuk dinte çfarë. Ai u ngrit në këmbë. Truprojat automatikisht e ndoshën. Elena e kishte zemrën aq pranë frytit sa mendoi se ai mund ta dëgjonte rrahjen e saj. Marko ju afrua banakut ngadalë me hapa të qetë, por me një ngurtësi në shpatulla që e tragtonte ndjenjen e tij të vërtetë. Kur ai u ndal para saj, hotel-restoranti i tërë u hesht. Edhe klientët e tjerë që zakonisht ishin të zhurmshëm e ndjen atmosferën e veçantë që po formohej. Ishte sikur të gjithë e dinin që po ndodhte një moment i rëndësishëm, por askush nuk kishte guximin të fliste. Marko e vendosi dorën mbi banak dhe u përkul pak. Kush ta dha? Pyeti ai me një ton që nuk ishte kërcënues, por shumë i ulët, sikur ishte gati të thithet çdo frymë të saj për të analizuar. Elena për një çast ndjeu se nuk kishte ajër. Kishte shumë përgjigje që mund t'i jepte të gjitha të rreme, por asnjëra nuk do ta shpëtonte. Ky njeri kishte aftësinë të dallonte gënjeshtrën vetëm nga rrënja e fjalës. Kështu që ajo thjesht tha, e gjeta poshtë pjatës kur po pastroja tavolinën të mendova se mos ishte e rëndësishme. Një gënjeshtër e vogël, por jo e gjallë. Një gënjeshtër që mund të dukej e pafajshme, e natyrshme, e besueshme. Ai e shikoi për 5 sekonda të gjata. Nuk tha gënjen, nuk tha po më tallesh. Thjesht e studioi me një vështrim të thellë. Raporti mes të dyve varur në një fi të padukshme, besimi ose dyshimi. Pastaj tha, të falenderoj. Fjalët ranë si diçka e pabesueshme në veshët e saj. Jo vetëm sepse ai nuk falenderonte askënd kurrë, por sepse ato fjalë dukeshin jashtë vendit në buzët e një njeriu që komandonte frikë. Ai u kthye dhe doli nga restoranti me hapa të shpejt, pa e kthyer më kokën. Truproi dhe ndoshën me ngut sikur sapo kishte filluar një situatë urgjente dhe sapo dera u mbyll pas tyre. Ndodhi diçka që Elena nuk e kishte parë kurrë në 5 vitet e fundit që punonte aty. Të gjithë klientët u ngritën menjëherë dhe dolën në heshtje. Askush nuk donte të ishte aty brenda atë natë, nuk donte të ishte dëshmitari i asaj që do të vinte më pas. Brenda pak minutash, lapërgola blu ishte bosh. Vetëm Elena mbeti para banakut duke parë me sytë e saj të tronditur derën e mbyllur. Zemra i rrinte aq fort sa i vinte vështirë të qëndronte në këmbë. Ajo nuk e dinte ende, por ai shënim i vogël që kishte shkruar në një moment instinkti sapo kishte nisur një zinxhir ngjarjesh që do t'i ndryshonte jetën përgjithmonë. Dhe jo vetëm të saj, natën e asaj dite qyteti nuk flinte. Nëpër lagje nisën të dëgjoheshin makinat që lëviznin me shpejtësi, telefona që binin në të gjitha shtëpitë e njerëzve të fuqishëm, njerëz që dilnin me nxitim nga dyert e fshehta, burra të armatosur që zinin pozicionet e tyre nëpër rrugica. Dikush kishte thyer rregullin e ardhmë. Dikush kishte paralajmëruar bosën dhe bota që jetonte përmes heshtjes tashmë po zgjohej. Restoranti ishte bosh. Pas largimit të tij dera ende lëkundej paksa nga mbyllja e shpejtë. Elena qëndroi pas banakut dhe ngrirë, duke e ndjerë se jeta e saj sapo kishte marrë një kthes të pakthyeshme. Marko kishte dalë pa thënë asgjë më shumë, por ajo e dinte se ai shënim që ajo kishte shkruar nuk kishte për të mbetur i pafuqishëm. Në botën e tij çdo fjalë e shkruar kishte peshë, çdo paralajmërim kishte pasoja. Marko po ecte në rrugë me hapa të shpejtë.
Trupërojat e ndoshën pa bërze. Ishte e rrallë t'i shihet të gjitha ashtë të tensionuar. Zakonisht ishin të relaksuar. Të sigurt se askush se prekte shefin. Por atë natë siri i secilit ishte gati të shpërthente nga vëmendja. Telefonat e fshehtë vibronin në xhepa. Mesazhe të shkurtër vinin nga çdo kthim e qytetit. Marko e ndjeu në lëkur. Dikush po lëvizte kundër tij dhe ajo fjalia nëna jote të ka shiturik tani e rënë. E papritur e pamundur të shpërfillet. U fut në makinën e blinduar. Sa po mbylli derën, makina nisi të lëvizë. Marko njo pecetën nga xhepi dhe e hapi edhe një herë. Shkronjat e shkruara me stilolaps të thjesht I dukeshin sikur digjnin letrën. Ai nuk dridhej kurrë, por gishtat atë natën nuk qenë të qëndrueshëm. Nuk është shaka, tha ngadaj, më shumë për veten se sa për njerëzit e tij. Shef, tha shoferi, cilin dyshoj. Marko nuk foli. Askush nuk e njihte nënën e tij më mirë se ai. Ajo ishte e butë jashtë, e hekur brenda. Gruaja që kishte heshtur për krime të pafundme të shoqit. Gruaja që kishte mbyllur dyert e shtëpisë mbi gjak, por që kishte qeshur lehtë duke thënë, kështu është jeta jon, bir. Ne nuk zgjedhim asgjë. A kishte aftësi të tregonte një sekret? Po. A kishte arsye ta shiste djalin e vet? Marko nuk kishte guxim t'i përgjigjej. Në të njëjtën kohë, Elena pasi mbylli derën e restorantit e ndjeu barkun t'i shtrëngoi. Diçka brenda saj I thoshte se nuk ishte bërë ende me atë natë. Ajo po përgatiste çantën për të ikur kur dritat e rrugës jashtë filluan të ndriçonin ndryshe. Një makinë e zezë e panjohur u ndal pikërisht përballë. Ajo ndaloi frymën. Jo tani. Xhami ul ngadalë në sedilën e pasme ishte Marko. Por këtë herë sytë e tij nuk ishin si më parë. Nuk ishin të qetë as të dyshim. Ishin si që kishin parë diçka ose kishin kuptuar diçka aq të rëndë sa nuk mund të pritej më. Ai bëri me dorë një shenjë të vetme. Ndoshta urdhër, ndoshta lutje. Hip, tha ai. Asnjë fjalë tjetër. Elena ngriti dorën në kraharor. Marko unë dhe unë nuk hip në makinë. Përsëriti ai. Zëri I tij nuk kishte emocion, por ngante si një thikë e ftohtë në ajër. Nuk kam koha. Ajo nuk kishte zgjidhje. Me hapa të ngadalshëm u afrua, hapi derën e pasme dhe u ul përballë tij. Makina u nis menjëherë sikur dikush I kishte thënë të shpëtonte nga diçka e padukshme që I ndite. Të më thuash, tha ai ngadalë, kush të tha ta shkruaje? Elena uli kokën. Askush. Marko, thjesht ndjeva. Ai e shikoi gjak sikur po e peshonte shpirtin e saj në një peshore të padukshme. Elena, zëri I tij ra I ulet. I lodhur. Ajo fjalë më shpëtoi jetën sot. Zemra e saj ndaloi për një sekond, por mbrojtja jote të ka mbaruar. Ajo ngriti kokën me tronditje. Çfarë do të thotë kjo? Marko uli shikimin drejt duarve të tij. Do të thotë se tani ti je njeriu I vetëm në këtë qytet që ata duan ta zhdukin para meje. Elena u zbe. Pse? Marko e mbylli syt për një çast. Sepse ti e di. E di çfarë? Ai hapi syt dhe I tha me një zë të ulët që kishte në të një dhimbje të vjetër, një lloj plage që nuk mbyllej prej vitesh. E di që nëna ime punon kundër meje. Marko rinte në sedilje I shtrirë pak prapa me duart mbi gjunjë duke parë rrugën e ngushtë që shtrihej përpara makinës. Heshtja ishte e rëndë dhe ngjashme me atë që kishte ndjer Elena brenda restorantit. Por tani nuk ishte vetëm frika, ishte edhe një presion I padukshëm, një ndjenjë që çdo moment mund të shndërrohej në rrezik. Të drejtë për jetën e tyre. Zemra I rrite pa kontroll. Çdo tingull I motorit, çdo kërcitje e gomave mbi asfaltin e lagur, çdo reflektim I dritave të rrugës dukeshin të rënë, të paralizuar si një paralajmërim se diçka e tmerrshme po afrohej. Çfarë po ndodh me të vërtetë, Marko? Pyeti ajo duke I shmangur syt. Nuk donte të tregonte frikën, por zëri I saj shpërthente pa kuptim si të kishte marrë jetë të vetën. Ai ngriti kokën dhe e shikoi gjallë. Sytë e tij ishin të vrarë, por të qartë, plot një lloj dhimbjeje të brendshme që Elena nuk kishte parë kurrë tek ai. Ishte një njeri që zakonisht nuk tregonte asnjë gjurmë vulnerabiliteti.
Dikush brenda familjes sime ka vendosur të më eliminoj, tha ai ngadalë me një zë të ftohtë që dukej sikur mund të ngrinte akullin në ajër. Dhe ata nuk do të ndalen. Elena mbajti frymën, por pse unë thjesht ti i shpëton, ndërpreu ai, sepse fjalët e tua më paralajmëruan. Dhe tani ata e dinë që diçka ka ndryshuar. Ata nuk do të kërkojnë më vetëm mua. Do të vinë edhe për ty, sepse je dëshmitarja që mund të bëjë diferencën. Ajo u ngrit pak duke e ndjerë gjakun që i rritë fort në faqe. Nuk kishte asnjë rrugë kthimi në atë qytet. Në botën ku bënte pjesë Marko, frika nuk ishte një ndjenje, ishte ligj. Dhe tani Elena ishte bërë pjesë e ligjit të tij. Një pjesë që mund ta shpëtonte ose ta shkatëronte. Makina ndaloi në një rrugicë të errët, të ngushtë larg dritave të qytetit. Markonjo çelësin e automjetit dhe e hapi derën për të dalë. Elena ju afrua ngadalë duke ndjerë që çdo hap i saj mund të ishte vendimtar. Çfarë po bën? Pyeti ajo. Ai e ktheu kokën me një gjysmë buzëqeshje të ftohtë, e cila nuk kishte asnjë humor. Po e çoj vendin ku mund të jemi sigurt për tani, por duhet të dish diçka. Ajo që filloi me një shënim të vogël nuk ka përfunduar. Është vetëm fillimi i një zinxhiri që mund të ndryshojë gjithçka dhe ti do të jesh pjesë e tij. Elena e shikoi me tmerr duke kuptuar se gjërat kishin kaluar çdo kufi të mundshëm. Ajo nuk ishte më thjesht kamarierja e heshtur që shërbente në La Pergola Blu. Tani ishte pjesë e lojës, e një loje të rrezikshme që nuk kishte kthim mbrapa. Marca u drejtua drejt një porte të fshehtë që ndodhej pas disa ndërtesave të lagjes. Deri atë moment Elena nuk e kishte vënë re këtë rrugë. Nuk kishte shenja, nuk kishte dritare, vetëm një mur i gjatë dhe i ftohtë. Ai trokiti 2 herë dhe dera u hap me një mekanizëm të fshehur. Shpejt tha ai, asgjë nuk është e sigurt. Ata mend të jenë kudo. Elena hapi derën dhe hyri e ndjekur nga Marko, brenda një korridor i gjatë dhe i errët e priti. Ajri ishte i ftohtë me një aromë të njohur të drurit të vjetër dhe të metalit të lagur. Çdo hap mund të jetë vendimtar. Çdo vendim mund të jetë fundi dhe ti duhet të më ndihmosh të kuptoj se kush është pas kësaj. Kush guxon të më sfidoj nga brenda familjes sime. Elena uli kokën duke kuptuar se zgjedhja e saj nuk ekzistonte më. Ajo ishte pjesë e lojës dhe ndjesia që kishte pasur në restorant, ajo dridhje që shtyu të shkruante shënim nuk ishte vetëm instinkt. Ishte një paralajmërim që tani kishte marrë formë të qartë. Të shpëtonte një njeri që nuk i kishte shpëtuar kurrë askujt. Marko dhe Elena u ulën në një dhomë të fshehtë brenda ndërtesës që dukej si depo e vjetër me dritë zbesh që binte nga një llam e vetme. Ajri ishte i rënë, i mbushur me tymin e cigareve të djegura dhe aromën e drurit të vjetër. Ata u përballën me realitetin. Ata nuk kishin aleat jashtë kësaj zone dhe çdo hap i tyre do të duhej të ishte i matur me kujdes maksimal. Do të jetë më keq se sa mendojmë, tha Marko me zë të ulët, por fort, duke shikuar çantën e vogël në tavolinë ku Elena kishte fshehur shënimin origjinal. Nëna ime nuk vepron vetëm. Ajo ka bashkëpunëtor që janë të gatshëm të vrasin çdo njeri që kërcënon planet e saj. Elena e shikoi duke ndjerë një ndjesi të çuditshme, frikë, por edhe një lloj guximi të papritur. Unë nuk mund të shkoj mbrapsht, tha ajo. Po të ndihmoj ty do të shohim çdo hap para se të veprojmë. Nuk do t'i japi mundësi askujt të fitojë. Ai e shikoi gjatë. Sytë e tij ishin të lodhur, të mbushur me një dhimbje që nuk kishte të bënte vetëm me rrezikun, por me tradin, me pasigurinë që kishte ndjerë gjithë jetën e tij. Pas disa minutash, heshtje, tha, nëse duam të mbijetojmë, duhet të veprojmë tani. Nuk ka koha për gabime. Ata nisën të planifikonin. Si të merrnin informacionin, si të siguronin një rrugë shpëtimi dhe si të vepronin kundër atyre që po planifikonin eliminimin e Markos. Elena kuptoi se kjo ishte një lojë ku fati dhe guximi do të vendosnin gjithçka dhe çdo detaj kishte rëndësi. Ditët kaluan me takime të fshehta, mesazhe të koduara dhe strategji të kujdesshme. Secili hap ishte i rrezikshëm. Secili takim mund të ishte fundi. Në fund, pas disa javësh tensioni dhe planifikimi, Marco arriti të identifikonte tradhtarin dhe të ndërmerrte veprime që neutralizonin kërcënimin. Nëna e tij, e izoluar dhe e ekspozuar, nuk kishte më mbështetje dhe roli i saj në këtë lojë të errët u shua.
Marko dhe Elena qëndruan në një vend të fshehtë për disa ditë duke reflektuar mbi atë që kishin kaluar. Ai e shikoi atë me një respekt të ri. Ti shpëtove jetën time, tha ai thjesht dhe seriozisht. Pa ty nuk do të isha këtu. Elena buzëqeshi e lodhur por e lehtësuar. Nuk ishte vetëm unë. Ishte gjithçka që ndjeva atë natë, tha ajo duke ju referuar shënimit të fshehur. Instinkti. Disa gjëra nuk mund t'i parashikosh, por mund t'i ndjesh u ngrit dhe së bashku dolën nga vendi i fshehtë për herë të parë që nga fillimi i ngjarjeve. Qyteti nuk e dinte çfarë kishte ndodhur në errësirë dhe asnjë i panjohur nuk do të dyshonte se dy njerëz të zakonshëm kishin shpëtuar një bos mafie. Por Elena dhe Marko e dinin të vërtetën. Një shënim i vogël, një instinkt i guximshëm dhe vendosmëria e tyre kishin ndryshuar rrjedhën e një historie që mund të kishte përfunduar shumë keq. Në heshtje ata e kuptuan një gjë të rëndësishme. Në këtë botë të errët shpesh ato që dukeshin të parëndësishme mund të vendosin fatin e të gjithëve dhe ndonjëherë guximi i një personi të zakonshëm është mjaftueshëm për të ndalur të pamundshmin. Dhe kështu një natë e zakonshme në një qit portual. Italian u shndërrua në një histori të paharrueshme. Një histori ku një kamererja e zakonshme, një shënim i fshehur dhe një bos i mafies gjetën rrugën drejt mbijetesës, duke lënë pas një kujtim që askush tjetër nuk do ta kuptonte, por që do të mbetej përgjithmonë i gjallë tek ata që e kishin përjetuar.